Pastaj për të rikthyer në Eksodit 12 që iku me ta një përzierje e madhe prej tyre që ishin në Egjipt. Okej. Nga koha që bitë e Izraelit kaluan në Egjipt që nga 430 vjet, në fund të 430 vjetëve, pikërisht atë ditë ndodhi që nga radhët e Jahwe dolën nga Egjipti. Kjo natë, me kishte fjalën për Pashkën, kjo natë është një natë për të kremtuar për nder të kujt? Për nder të Jahwe. Shikon? Me një shikon kujt është Pashka. Që është një kremtim solem ndaj atit Jahwe. Për nder të tia. Dhe sjell masandaj rregullin e Pashkëve më vonë. Mesia mbajti Pashkën për nder të atit të vet, siç e dim. Por thuaja sot një ungjillori. Çfarë? Jo. Mesia Jezusi është edhe ati në të njëjtën kohë, ka tre natyra, është edhe fryma, është edhe ati. Të gjitha këto gjëra i futin brenda në një filozofi që vrapon për tyre. Ky është rregulli i Pashkës, asnjë huaj nuk do të hajë. Jashtë të 12 fiset të Izraelit thot nuk mund të hajë, veçse në këtë rast mbasi ai të jetë rreth prerit që mund të hajë. Ati e thot qartë. Qingji në këtë rast do të hahet në të njëjtën shtëpi, okay, nuk do ta nxjerrësh jashtë shtëpisë. Kishte fjalën atëherë sepse ata kishin zjarrin brenda dhe nuk mund të dilnin jashtë për ta bërë sepse masandaj do të kalonte engjëlli i vdekjes që do godiste, masandaj kush nuk kishte vënë gjakun në portat e tyre do të rrinin brenda. Tani neve ku do ta digësh, nuk ke mjetet, nuk jo të tërë vëllezër motra kanë o gjakun brenda në shtëpi që mund ta bëjnë. Nuk do të thyeni asnjë kockë, tërë asambleja e Izraelit do ta kremtojë atë, ku një huaj do të banoj me ju, do të kremtoj Pashkën për nder të atit Jahwe. Shiko çfarë thotë. Të kremtoj Pashkën, nuk tha që do hash mishin e qingjin vetëm. Sepse ka shumë mësime që kanë dalë dhe unë tani po mendonja që njerëzit mendojnë që nuk mund të hash qingjin, po ha gjërat e tjera. Ajo është prapë e gabuar. Se po thotë të kremtojnë Pashkën. Meshkujt e familjes duhet të rrethpriten më përpara, pastaj ai le të afrohet, shiko, për të kremtuar këtë ditë, nuk tha për të ngrënë mishin e qingjit, për të kremtuar këtë ditë. Shko sa kuptueshmëri kanë fjalët. Kur unë e lexova dhe një herë masandaj me imtësi thash, për të kremtuar këtë ditë, jo për të ngrënë vetëm qingjin. Se po ta kishte thënë aty që ai person që nuk është rreth prerë nuk mund të hajë qingjin. Por thot, për të festuar këtë ditë, ai në qoftë se ai nuk është rreth prerë, nuk mund të afrohet. Por, veç se mund të jetë rreth prerë, thotë, sepse asnjë pa rreth prerë nuk ka për ta ngrënë. Tashi, është nëse, atin na fal, por gjithsesi, është mirë ta kuptosh shkrimin dhe mos andaj nderon atë siç duhet. Do të keti një ligj të vetëm për atë që ka lindur në vend dhe për atë që banon me ju. Një ligj i vetëm. Një. Bitë e Izraelit vepruan atë mënyrë, bën atë pikërisht që Jahwe i kishte urdhëruar Moshes dhe Aronit. Kështu ndodhi që pikërisht atë ditë Jahwe që bëri që bitë e Izraelit të dalin nga vendi i Egjiptit mbas radhëve të tyre. Në rregull. Ligji për të rirë 16 flet për të njëjtën gjë, për punën e Pashkës, për festën e bukës pa maja. Thotë, shkrimi thotë, respekto muajin e Abibit. Muaji i Abibit është muaji i parë, vëlla motër, është muaji i parë që ja një moment që Bibla flet. Abib do thotë veshët e gjelbër. Veshët e gjelbër i përket kur tani në fillim kallinjt besoj marrin atë veshët, marrin ato fijet e gjelbërta. Dhe ndodh thotë që në muajin e parë biblik është një mënyrë tjetër për ta thënë. Kremto Pashkën thotë në nder të Jahwe Zotit tënd, sepse në muajin e veshëve të gjelbërt, në këtë rast Abibit, muajin e parë biblik, Jahwe Zoti të nxorri nga Egjipti gjatë natës thotë. Do të bësh fli pra Pashkën e Jahwe Zotit tënd me bakti të trasha të imta në vendin që Jahwe ka zgjedhur për ta ruajtur emrin e tij.
nuk do të hashë bukë, thot të bukët pa maja të mbrojtur, thot për 7 ditë do të hashë bukë pa maja të ndorme, okay. Sepse dole me nxitim nga vendi i Egjiptit, me qëllim që ta kujtosh ditën që dole nga Egjipti tër ditën e jetës sate. Nuk do të shihet maja pranë teje, thot brenda kufive të tua, brenda shtëpisë tënde, thot. Për 7 ditë me radhë nuk do të mbetet asnjë nga mishi, thot. Për 7 ditë me radhë nuk do të shikosh maja. Pastaj thot, dhe nuk do të mbetet asnjë nga mishi që flijove mbrëmjen e ditës së parë për të gjithë natën deri në mëngjes, thot. Kishte fjalën mbas Pashkës duhet ta djegësh. Masandaj flet në vargu 6 të thot që do ta flijosh Pashkën në muzg. Do të thënë para në ditën e 14 dije për shembull, midis 3-shit dhe 6-s në këtë rast e flijon e therr, mos andaj thot afër perëndimit të diellit, thot në orën që dole nga Egjipti, do ta pjekësh viktimën, në këtë rast ofertën apo kafshën, dhe do ta hash në vendin që Jahue ju të ka zgjedhur, thot, dhe në mëngjes do të largohesh, do të shkosh, do të kthehesh në çadrat e tua. Tu po fliste ku ishte tempulli aktiv akoma në Jeruzalem që shkonin për ta festuar Pashkën. Masandaj, normal që përpara saj Pashka nuk ishte të bënte me tempullin, sepse njerëzit duhet ta thernin në shtëpinë e tyre. Dhe ndodhi masandaj si në shkretë të tjera, po dhe mbas tempullit që nuk është më, jemi neve tani në shkretë të tjerën tonë. Dhe për 7 ditë do të gjatë ditës me radhët, thot, që do të hash bukë të ndorme, thot, në ditën e 7 do të mbash një asamble solemne për nder të Jahue Zotit tënd. Ditën e 7 që nuk ka ardhur akoma, si dita e parë, prandaj u mblodhëm ne se është urdhërimi sot, vëllazër, është urdhërimi atit që të kemi një mbledhje të veçuar. Edhe rikujtojmë këto vargje, rikujtojmë çfarë ati beri dhe të gjitha gjërat e urdhërimit të ligjit. Okej, bëhet një mbledhje solemne për nder të Jahue Zotit tënd, thot ti nuk do të bësh gjatë kësaj dite asnjë punë, po pastaj është numërimi për 7 javë që fillon koha e numërimit për 7 javë nga koha që fillon të korrësh gruri, në këtë rast ka fjalën që do kremtosh festën e javëve, atë që kemi takimin në Tiranë, Pentakostin, thot për nder prap të Jahue Zotit tënd. Duke bërë ofertat e tua vullnetare dhe në atë ditë. Më ta shikojmë më vonë. Dhe kjo në masën që Jahue Zoti yt thot të bekon. Dhe do të gëzosh përpara Jahue Zotit tënd, ti, biri yt, bija jote, shërbëtori dhe shërbëtoria jote, leviti që ndodhet brenda portave të tua, ka fjalën drejtuesit që janë priftërinjtë që janë brenda, thot në asamblejnë tënde, thot, i huaji, jetimi e veja që ndodhe në mes teje dhe në vendin që Jahue Zoti yt ka zgjedhur për ta ruajtur emrin e tij. Do të kujtohesh që ke qenë skllav në Egjipt, do të kujdesesh që të zbatosh në praktike këto statute. Do të kremtosh festën e çadrave, tabernakujve që po vjen masandaj në tetor. 7 ditë me radhë, mbasi të kesh mbledhur prodhimin e lemit dhe të fushës sate. Do të gëzohesh në festën tënde, ti, biri yt, bija jote, shërbëtori dhe shërbëtoria jote dhe leviti huaj, jetimi e veja që ndodhet brenda portave të tua. Do të kremtosh një festë për 7 ditë, festa e çadrave. Me radhë thot, për nder të Jahue Zotit tënd, në vendin ku Jahue ka zgjedhur, sepse Jahue Zoti yt do të bekojë të gjitha korrat e tua, të tërë punët e duarve të tua, dhe ti do të jesh shumë i kënaqur kur në këtë rast ti zbatosh, siç tha pak më përpara, të kesh kujdes ti zbatosh në praktikë këto statute. Dhe atë thot masandaj do të bekojë masandaj të gjitha të korrat tua, thot, dhe të tëra punët e duarve tuara, dhe ti do të jesh sot i kënaqur. 3 herë në vit çdo mashkull i yt do të paraqitet Jahue Zotit tënd në vendin që ai ka zgjedhur, në festën e bukës pa maja. Në festën e bukës pa maja, ja ta heqim këto se ka bërë përkthimi në shqip që në festën e javëve, Pentakostin, për meshkujt e ka fjalën, do paraqites thot dhe
janë këto 3 festat, festa e bukës pa maja, festën e javëve dhe festën e çadrave, asnjëri prej tyre nuk do të paraqitet përpara Jahve duar bosh, se tha në fillim që do sjellësh tot ofertën tënde, do bësh vullnetin në ofertën tënde vullnetare në masën që Jahve në këtë rast të ka bekuar vëlla për neve. Nuk duhet të paraqitim me duar bosh në festën e bukës pa maja. Do të thënë, ti merr diçka në zemrën tënde, siç pas bekimit që Zoti të ka bërë, vendosë në një zarf, lere me një anë. Kur takohemi bashkë më andaj, mund të më japësh që të bekohesh në këtë rast ti në veprat e duarve tënde, që unë me atë nuk do bëj gjë tjetër, veçse do të bekoj, më andaj mbretërinë e Atit do jetë për diçka që do bëjmë për mbretërinë e tij, do shpërndahet lajmi i mirë apo do bëhet një mbledhje apo gjëra të tilla që më andaj ti do marrësh problemin tënd sepse ke qenë besnik në këtë rast në një nga urdhërimet e tija. Dhe urdhërimi më i madh vëlla motër është kur thotë që Ati do bekojë të korrurat, okay, ndoshta disa vëllezër ta zem nuk kanë tokë, okay, jemi në punët tona dhe thotë që mund të bekohet dhe punët e duarve të tua, atë që thoshte Psalmi 1, duke medituar tek ligji i tij të natë dhe duke e praktikuar, kemi mbarësi në veprat e duarve tona. Dhe kështu do të jesh i kënaqur. Asnjëri prej tyre nuk do të paraqitet përpara meje, thot Ati, duar bosh, por secili të japë nga pjesa e tij sipas bekimit që Jahve Zoti yt të ka dhënë. Tani unë kam bërë për punë e dhenjes, kjo është foto që kam bërë në kanalin tonë, është mësimi më në detaje, janë 3 mësime që t'inkurajoj shikoj, si janë pjesë e ligjit, janë pjesë e urdhërimeve të Atit. Dhenja vëlla motër është një përgjegjësi dhe bindje ndaj urdhërimeve të Atit që ti dhe unë i bëjmë me besim. Është në të njëjtën kohë disiplinë që mas andaj përben dhe kontrollin në këtë rast dhe menaxhimin financiar të shumës që neve kemi nga ana tjetër. Tregon sinqeritetin e zemrës në këtë rast përpara Atit, sepse asnjë nuk e di sa ç'ti jep, vetëm Ati Jahve shikon. Ai që shikon në fshehësi thot, mas andaj Ati të shpërblen hapurazi. Tregon nga ana tjetër kujdesshmëri që punon me veten tënde, që të mos ja vjedhësh Atit atë që i takon. Besnikëri, mas andaj kërkohet prej nesh, sepse kërkohet besnikëria jonë të japim Atit Jahve 10% e tij atë që i takon në muaj. Dhe mas andaj që Ati të na besojë neve nga ana tjetër që çdo herë që paraqitemi ne përpara Tija, ai mund na besojë neve, mund na japi në këtë rast shumë aspekte frymërore apo fizike, sepse neve kemi qenë besnik në dhenjen vëlla motër. Për ta ditur ti në ligjin tënd, se këto janë gjëra të përgjithshme, nuk po hyj në detaje, por në ligjin e Atit tregon për 1/10 si e praktikojmë. Levitët, që përmendëm pak më përpara, që ishin në shërbim të popullit, ata në këtë rast nuk kishin trashëgimi toke. Dhe për shërbesën që ata po kryenin në shtëpinë e Atit, Ati më andaj kishte urdhëruar që populli në këtë rast do t'i çonte 1/10 për këta, sepse këta nuk kishin tokë që të hanin. Dhe më andaj ajo ishte pagesa e jetesës së tyre. Në numrat 18:21 shkrimi thotë që bijtë e Levit, unë ju lesi trashëgimi të gjitha të 10-tat në Izrael. Në këmbim të shërbimit që ata po kryen, në shërbim të çadrës së mbledhjes. Çadra e mbledhjes përben ndërtesën, kishën me pak fjalë. Dhe kemi, siç Mesia dha dhunti në këtë rast shërbëtorëve, apostujve, profetëve, ungjilltar, barinj, mësues. Kjo është për përsosjen e shenjtorëve, për të marrë ringjalljen atë ditë. Gjithashtu, këta persona janë vendosur për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Mesias, të kishës. Derisa të arrijmë në të gjithë neve, thotë, të uniteti i besimit dhe në njohjen e birit të Elohim të Atit, të njeri përsosur në masën e 7 të plotësisë të Mesias, që këto zyra, vëlla motër, që i shikon këtu pak më përpara, këto zyra janë vendosur që ja po ti bëj në këtë rast me të kuqe, këto janë zyrat në kishë.
jam vendosur që ti dhe unë të mos jemi tashi besimtarët që janë në mbikëqyrje të këtyre drejtuesve në kishë të mos jenë më foshnja, të lëkundur dhe transportuar nga çdo erë mësimi, doktrina, do thotë mësime të gabuara, se masandaj merren besimtarët dhe hidhen tutje masandaj nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit. Këta në kishë, drejtuesit e kishës, apostull, profet, ungjilltar, barinj mësues, kanë këtë detyrë vëzhgimi, kanë këtë detyrë në të masandaj që të pajisin besimtarët, që të mos gënjesh ti vlla motër, në këtë rast për neve që jemi këtuja, nga mashtrimi i njerëzve. Prandaj vllai, bën mësime, them, keni kujdes nga kjo, mos i ndiq këtë, mos bëj kështu, mos e praktiko këtë, le të veprojmë në këtë mënyrë, le të mbajmë urdhrimet e Atit, domethënë të gjitha këto që ti mos mashtrohesh nga njerëzit, nga dinakria e tyre. Por të jesh një njeri i përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Mesias, sepse Mesia Jeshua që i plotë dhe nuk u gënjye. Mesia nuk ishte i lëkundur dhe i transportuar nga çdo lloj mësimi apo siç e merrnin njerëzit, jo. Prandaj zyra në këtë rast është vendosur që masandaj të mbaj në alert, të pajisi, të vëzhgojë, të mbrojë, të ushqejë, të korrigjojë aspekte në këtë rast që ti të mos gënjesh, të gëzosh masandaj të mirën e Atit, urdhrimet e tij, shpërblimin dhe jetën e përjetshme. Tash po shikojmë apostullin Shaul thoshte për punën e dhënies, thotë, a nuk kemi dhe ne të drejtë të hamë dhe të pimë, kishte fjalën sepse ai po predikonte lajmin e mirë të mbretërisë. Thoshte, a nuk thotë edhe ligji, thotë që ne po kullotim në një tufë. Dhe thoshte të kemi diçka thotë për të hamë, për të ngrënë, për të pirë, kishte fjalën sepse ata nuk, megjithëse apostulli punovi masandaj në një farkohë sepse shikonte që dhe kisha atëre nuk i jepte atë urdhrimet e Atit që të gëzonin ata personalisht njeriu vetë të gëzonte mirësinë e Atit. Dhe apostulli masandaj filloi punovi prap duke bërë çadra dhe punonte me duart e tij, që punonte masandaj dhe spostoheshe të predikonte lajmin e mirë të mbretërisë. Po thotë që dhe ligji e thotë që mos ja vidh gojën kaut që po shin thotë atje në lëmë. Në për këtë aspekt po fliste, thotë që edhe ne e kishte fjalën, në qoftë se neve kemi mbjellë disa gjëra frymërore thotë në ju, a nuk është një gjë e madhe nëse korrim të mirat tuaja dhe materiale thotë që neve të hamë të pimë? Sepse kjo nuk është kuptuar vlla motër, nga që ka qenë shumë herë abuzimi ndaj personave që në radhë të parë këta drejtuesit e sotëm nuk kanë ligjin dhe përdorin dhe vjedhin ndaj Atit, se po vjedhin ndaj njerëzve, sepse njerëzit po japin një mashtruesi, që ai person nuk po merr urdhrimet e Atit, ai person nuk është në beslidhje me Atin, kurse njerëzit po japin, ndërkohë njerëzit po japin një personi që nuk po i mëson ligjin, që ai person që po jep sipas urdhrimit të ligjit, të bekohet në jetën e tij, në veprat e duarve të tij, masandaj do të shikojmë. Por nga që kanë qenë abuzime të tilla dhe masandaj besimtarët nuk kanë besim tek urdhrimet e Atit, që duke bërë këtë veprim që është një gjë, njëra nga gjërat që neve kemi të muajt vllai motër, unë kam thënë, kemi sabatin, ke ngrënien pastër, ke thekët, ke dhenjen dhe mbulesën në kokë për ju motra kur luteni. Këto janë 5 gjërat që i kemi të muajt. Sabatin, ngrënia pastër, thekët, dhenja në shtëpinë e tij dhe mbulesa në kokë. Këto janë gjëra që i kemi të përditshme. Para se të vi një festë të tazem mbas një muaj siç erdhi tash, do mbaroj festa e Bukës Pamaja, do vi në qershor, do vi Pentakosti, festa e javëve. Po deri atëherë kemi disa gjëra për të praktikuar që janë të përditshme, ato që përmenda pak më përpara. Malakia 3. Unë jam Jahve, thot Ati, nuk ndryshoj. Karakterin tim, thot, e kam folur dhe do bet dhe do jashtë legalitetit tim. Prandaj ju bitë e Jakovi, thot, nuk jeni konsumuar, që në ditën e tërve tuaj ju jeni larguar nga statutet e mia, nga festat e mia, thot, dhe nuk i keni respektuar. Ktheuni tek unë dhe unë do kthehem tek ju, thot Jahve ushtrive.
Tash shiko se thotë ati, nga pse do të kthehen. Po ju thoni si duhet të kthehem? Thoshte njeriu. Dhe ati thotë, një njeri do vjedhë Elohim, thotë. Një njeri do të vjedhë, thotë, atin Elohim. Megjithatë, thotë, ju më vithni dhe pasaj thoni, për çfarë të kemi vjedhur? Ati thotë, në të dhjetën dhe në ofertat. Shiko çfarë rëndësie jep dhënies vëlla motër. Unë kam bi paktën 10 vjet po njërë, por në atë asamblen që ishte më përpara, ati foli qartë, më sa tha, ndalo së dheni këtu, tha, dhe hap llogarin tënde dhe ma jep atje. Dhe çdo gjë që është mbledhur, më sandaj është për mbretërinë, ato janë ndihmesat që më sandaj kur ka nevojë kisha tonë këtu për aspekte të tilla, janë përgjigjur me të gjitha mundësitë që kam patur dhe për tej, por kjo përben në anën personale vëlla motër, që ati thotë ju po më vithni dhe pasaj thotë megjithatë ju më vithni dhe thoni po për çfarë të kemi vjedhur, çfarë kemi bërë neve kundra teje? Ju keni thotë vjedhur të dhjetën dhe ofertat, prandaj thotë mallkimi ju ka qelluar sepse ju më vithni, po mbar kombi thotë në të dhjetën dhe ofertën. Pse vëlla motër, sepse ligji e thotë nëse nuk zbaton urdhrimet e Atit, vjen mallkimi. Vjen gjykimi me pak fjalë. Dhe e thot Ati Jahve vëlla motër. Prandaj thot, sillni të gjitha të dhjetat në shtëpinë e Thesarit që të ketë ushqim në shtëpinë time, thot. Dhe pastaj di çfarë thot, më vë në provë. Ti bëj tënde, thot. Dhe më vë në provë. Edhe këtë prapë e thot Jahve ushtrive. Dhe më vë në provë nëse unë nuk do të hap pragjet e qiellit, dhe nuk do të derta shumë kaq bekim mbi ju, sa që nuk do keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. Atë thot, testo më njëherë, thot, ti bëj tenden, thot, filli të dhjeta, thot, në shtëpinë time. Kështu do ketë ushqim, e di për këtë do ketë ushqim vëlla motër, për nevojtarët. Në radhë të parë për levitit që nuk punonin, nuk kishin punën e tyre, nuk merreshin, përveç se ishin në shërbesë të shtëpisë së Atit. Për ata, për nevojtarët, për vejat dhe për të varfrit. Dhe këta shkonin në tempull, në shtëpinë e tij, ose një person që është në kishën brenda, do vije tek drejtuesi për të thënë që kjo është nevoja vëlla në jetën time. Është si është situata vëlla motër. Ti qëndro besnik në dhenjen e tia mujore, 10% të brutos, mbasi kanë kaluar taksat, normal. Dhe kur të jetë nevoja pasaj në jetën tënde, ai lek këtu është, vllai, nuk e merr. Kur ke në një rast emergjence, vlla, kështu ndodhi, jemi të tërë njerëz. Prandaj tha vllai thotë që flisni. Fol. Vlla, kjo është situata. Kështu është. Okej, për çfarë do ta marrim me vete ato gjëra? Sado që sa të jetës, ajo që është, do bëj përpjekje që ti të dalësh nga situata. Por ti në radhë të parë duhet të qëndrosh besnik, vëlla motër, në dhenjen tënde personale. Dhe kështu Ati masandaj do hapi pragjet e qiellit. I beson shkrimit sepse urdhrimet e Atit meritojnë besim, apo jo? Nuk e pam në mësimet e kaluara. Urdhrimet e Atit meritojnë besim. Tani urdhrimet e Atit meritojnë besim nga ana tënde që kur ti po e çon ofertën përpara Atit, është sepse po e bën për qiellin. Dhe ti do marrësh shpërblimin tani dhe masandaj siç e thot shkrimi që për të hapur pragjet e qiellit që do të derdh aq shumë bekim sa që nuk do kesh vend ku ta mbash thot. Në qoftë se do jesh bekim. Në qoftë se do jesh besnik në dhenjen time thot. Përveç se kësaj thot unë do të qortoj thot shumë gllabërusin për ju, sepse gllabërusi na vjen për na vjedhur, për na marrë. Tani si vjen për na vjedhur vëlla motër, ku neve nuk e sjellim. Shumë herë normal që njerëzit nuk janë besnik në dhenjen në shtëpinë e Atit dhe në atë mënyrë nuk ka menaxhim të lekut, nuk ka bekime të Atit sepse nuk e dhen. Kurse Ati thot unë do ta qortoj atë sepse ti je besnik, në këtë rast dhe unë do të mbroj. Ta mbroj thot Ati në arën tënde, do ta mbroj punën tënde. Unë kam dëshmi vëlla motër në puna time, që mos kishe qenë për Atin.
ministria jonë, kisha tonë, nuk e di si do kishte vendosur atë një mënyrë tjetër. Por unë perceptova dhe dallova me njerë që ati nuk donte që unë të vazhdonja infirmerinë, sepse do largoheshe nga i vendi ku jam atje sot e kësaj dite. Që qëndron atje 12 orë dhe fleggjat natës, nuk shqetësohesh, merr lekun, ai lek është i mëse mjaftueshëm dhe masandaj vazhdon predikimi, ka vazhduar për 5 vjetët e fundit. Mësimet dhe takimet që bëj shumë herë dhe atje, i kam bërë tani takimet që po bëj mund po i bëj këtu në shtëpi sepse më lejon tani orari sepse është pak ndryshe se kisha. Po më përpara kur e kisha ndryshe orarin takimet ishin atje vëlla motër, çdo lutje, çdo gjë që unë ishin në shtëpinë atij tjetrit. Ndërkohë unë isha në punë ama. Po unë qeva besnik për lavditë të tia që thash, kjo është rruga ime, do ta lej infirmerinë, dhe se do ishte 2 fishë rrogës që mund të merrni tani, por shërbesa në shtëpinë e tia, shërbesa për jetë e njerëzit ishte parimore për mua, dhe ka qenë dhe është dhe do jetë akoma më thellë. Por kjo do të jetë zemra jonë. Hitë zemra tënde vëlla motër që ti të kesh, ta kesh urdhrimet të atit, ti praktikosh. Kjo është vëlla për ta bërë. Okej, tani nuk e dija do ta vej në disiplinën time. Dhe e bën për atin, nuk e bën për vllajin. Unë jam thjesht tabela që drejtoj, kjo është rruga. Ndiqe vëlla motër sepse do bekohesh. Zbatoj urdhrimet që po flasim. Okej. Do ta dërgosh me njerë, ka mënyra, Western Union apo MoneyGram e dërgon. Pse plot vëllezërin më përpara që e bënin në atë mënyrë, nuk e bënin për vllajin, por e bënin për atin dhe çdo gjë masandaj ishte në shpërblim të mbretërisë, sepse ai ishte ose ajo tregonte zemrën e sinqertë, dashurinë e sinqertë ndaj atit, në zbatim të urdhrimeve dhe merrte shpërblimin, sepse ti dhe unë gëzojmë masandaj kur një vëlla një motër shpërndahet lajmi i mirë, apo këtu në Kanada prap shpërndahet lajmi i mirë, apo në këtë rast në Shqipëri ku një vëlla një motër do ndihmohet, apo do kemi takimet apo gjëra të tilla, sepse ti ke kontribuar, është pjesa jote atje, nuk është shpërblimi jot brenda që ati gëzohet me ty me mua. Por këto gjëra nuk janë kuptuar nga zemra e shumë besimtarve. Dhe e di çfarë ne pastaj hym në frikë, po këtë gjë, po pastaj si do t'i bëjmë këto gjërat e tjera. Ndërkohë, Mesia thotë, ky është besimi tënd. Gjitha kombe do të shpallin të lumtur sepse ju do të jeni një vend kënaqësisë kur të keni mbajtur urdhrimet e mia, thotë. Ndërkohë, prap në Malakia thotë ati që shumë njerëz që thonë sot, është e kohë të shërbesh atit Elohim. Ç'përfitim kemi nga respektimi i urdhrimeve të tia? Shiko çfarë mendojnë sot njerëzit. Po nëse ja, çfarë përfitimi? Sepse nuk ka besim. Dhe atë thot, prandaj thot, ne i shpallim të lumtur, thot krenarët, sepse ata krenarë thot, nuk duan të përulen dhe duan të jenë të lumtur në mënyrat e veta, gjë që nuk ndodh thot, sepse ata kryen pa udhësi, jo vetëm përfitojnë thot, por ndorse e provokojnë atin Elohim, mbeten të pandëshkuar thot, jo. Sepse foli pak më përpara dha motër, thot mallkimi ju ka qelluar sepse ju po më vidhni në të 10-tat që duhet më jepni. Pranon në zemrën tënde ashtu si njeriu korrigjon birin e vet, ashtu Jahve Zoti tënd të korrigjon, thot ty si na ndrejt vëlla motër ligjit tia. Na ndrejt që neve të ecim në rrugët e tia, në urdhrimet e tia që janë këto që po i flasim të gjitha, si fejsa, si dhenjen, si thekët, si mbulesa në kokë, të gjitha gjërat që po i praktikoj. Të paktën unë lutem atit të i praktikosh në jetën tënde të jenë pjesë e stilit të jetesës tënde, kështu do gëzosh të mirën e atit. Duke ecur kështu në urdhrimet e tia, në rrugët e tia, duke ja pasur frikën atit, atëre thot, ty thot, vëlla motër, shikon që nuk do të mungoj asnjë gjë kurrë, thot, e shikon vargun? Nuk do të mungoj asnjë gjë kurrë në jetën tënde.
Do të hash dhe do të ngopesh, do të bekohesh, Jahu Zotin tënd thot, për shkak të vendit të bukur që të ka dhënë. Na ka dhënë vendet e bukura ku jemi vëllai. Nuk na ka munguar kur asnjë gjë. Ru mirë thot të mos harrosh Jahun e Zotin tënd. Duke shtuar kështu, duke për të mos zbatuar urdhrimet e tija, dekretet e tija, statutet e tija që po t'jap sot, thot, mos e bëj, thot, të zbatoj, thot. Që të mos ndodhe që mbasi të kesh ngrene, mbasi të ngopesh, thot, ke ndërtuar shtëpi të bukura, pasi të kesh parë, të shtohet baktia jote, trashe, ime, të shtohet, thot, arja argjendi, thot, do të rriten të tëra të mirat e tua, zemra jote të lartësohet dhe ti të harrosh Jahun Elohimin tënd. Zotin tënd thot që të nxorri nga vendi i slavërisë, nga Egjipti, thot. Mos e harro, thot. Të hoqi nga gjarprinj të elmues, nga akrepa, thot, nga toka e thatë të dha ujë, thot, dhe nxorri për ty në tërshkët të tjerë, thot, të ushqevi me mana, na ka bërë në mënyrën tonë, vëlla motër, jo vetëm ata. Me të cilët thot mana që ti nuk i njihje, thot. Sa gjërat bekime na ka dhënë që neve nuk i njihnim fare. Dhe të gjithë këta, thot, ati e beri, thot, për të vënë në provë, për të përullur, për të vënë në provë, që së fundmi, për të bërë të mirën. Sepse foli për korrigjimin që në fillim, apo jo? Foli për korrigjimin, ja ku kemi këtuja në fillim. Qortimi që vjen me anë të urdhrimeve të atit të ligjit të tija, mas të ndaj thotë që për së fundmi, mbas atij korrigjimit, që ti të marrësh të mirën, sepse e bën me motivet e mira atin në jetën tonë, që na sjell bindje, na sjell mos andaj aspekte që ne nuk i kemi prekur kohë përpara. Jashua që përdori rastin e gruas së varfër, ajo hodhi gjithçka që kishte, vëlla motër, nuk hodhi disa, siç bënin të tjerët. Pra kjo e ve e varfër ka hedhur në thesar më shumë se të tjerët. Sepse të gjithë hodhën aty nga teprica, kur kemi shumë do japim pak. Ndërkohë, thot Mesia, kurse ajo me skamjen e vet, hodhi gjithës çfarë kishte për të jetuar. Dhe Mesia mori rastin e saj, e përdori rastin e saj të vetëm në të tërë Biblën, për të thënë që vendosni thesarin në qell duke dhënë në shtëpinë e atit. Dhe po ju them, thot, ai që mbjell, apostulli Shaul thot, ai që mbjell me kursim, do të korrë, po me kursim, ai që mbjell dorë hapur, do të korrë dorë hapur. Secili le të veprojë ashtu siç ka vendosur në zemër, thot, mos as me keqardhje, as me shtrëngim. Këtu e kishte fjalën për ofertën, vëlla motër, 10% që është i detyruar. Oferta është sipas zemrës. Ta them, ti mund të marrësh, ta them, një person merr në Shqipëri, ta them 400.000 lekë. 40.000 nga ajo 400 që është 10% që ja leatit. Mund t'i verë një 5 më përsipra, 45. Ajo 5 që është oferta. Edhe ja kështu në këtë rast ka nderuar atin. 350, ta them, ose 330 janë më së të jaftueshme në jetën e tij, sepse ato 40.000 në këtë rast nuk do ndërtonin një pallat dhe do ta hiqin atë person për një vit nga gjërat e tija. Por ato 40.000 janë të çmuara për parati, sepse po zbaton ai person me zemër të sinqertë urdhrimet e atit, që atit të hapi qellin siç tha, dhe nuk do ketë nuk do ketë vend që t'i mbajë ato bekime që unë do derdh nga qelli, thot. Për ofertën e kishte fjalën mas andaj për ofertën e lirë, jo të detyrueshme. Oferta e lirë, siç thash, mund të jetë sa mund të shtosh. Dhe ofertat mund të bëhen jo vetëm se po jep për mbi 10%, ofertat mund të bësh çdo ditë. Ti e merr ta zëm 5 euro e vën atë zarfin, sepse e patë në zemër sot. Nesër ke 7 euro apo 20 euro dhe i fut atje në zarf. Ato janë ofertat.
Sot për neve, vlla, është oferta që do fitojmë Atit. Do ta vendosësh në zemrën tënde se Ati do një dhurues të gëzuar dhe është sepse është në festën e Tij, në festën e Bukës Pamajasit që prekëm në fillim që ja ku kemi këtuja. 3 herë në vit çdo mashkull nuk duhet të paraqitet duar bosh në festën e Bukës Pamaja, që është dita e parë, në festën e Jave dhe të kasolleve. Elohim do një dhurues të gëzuar dhe Elohim mund të bëjë që gjithë hirit të teprojt mbi ju, aq sa mbasi të keni bërë mjaft në çdo gjë. Thot, mbasi ke dhënën në shtëpinë atë, thot, ti do kesh dhe për të ngrënë dhe për të paguar gjërat tënde, biles do të ngeli dhe diçka, thot, që do t'u teprojë dhe për punë të mira, thot. Përse? Sepse një person do jetë në besnikëri për të praktikuar urdhrimet e Tij. Punët e mira janë masandaj oferta apo diçka që bën sipas ligjit për të ndihmuar ata që janë në kishë fillimisht, vëlla motër. Ata që janë në kishë ndihmohen. Jashtë nuk janë në beslidhje. Vëlla motër në gjaku nuk janë në beslidhje, mos i konsidero ata përpara kishës se je kundra Atit. Ata nuk janë në beslidhje me Atin. Ata blasfemojnë emrin e Atit. Unë do shikoj familjen e kishës para se të shikoj dikë jashtë që tjetë edhe gjaku tim nuk ka rëndësi. Sa më shpejt ta kuptosh këtë gjë, më i themeluar do jesh në jetën tënde. Se unë gjithmonë kam patur raste të tilla që i shikoj dhe në Tiranë, masandaj kam patur shumë prej tyre. Që ishtin familja përpara kishës dhe kur vinin me vëllezër dhe motrat këtuja, vinin me agjendat e tyre. Nuk e konsideroni një motër apo një vëlla në nevojën që mund të kishte, por mund të bënin në thenentat për fisin e tyre. Mos janë ata në beslidhje? Po të shikosh rastin e Korneliut, dhenja, ofertat që ai po bente, i sollën vizitimin e tij si njeriu i parë, që ai po çonte oferta dhe jepte shumë lëmosha popullit dhe vazhdimisht i lutej Atit Elohim, ishte i pari që Ati vizitovi nga kombet për t'i dhënë frymën e shenjtë. Dhe engjëlli afrohet si tha, lutjet e tua dhe lëmoshat e tua janë ngjitur përpara Atit Elohim si një kujtesë. Janë kujtesë vëlla motër përpara Atit. Ne kur i biem Borisë në numra 10, që thot ligji, sepse thot këto do të bëjnë të kujtohen përpara Atit Jahve. Çdo urdhërim që neve mbajmë është kujtesë që Atit mund të masa t'i kërkojmë, o Ati im, ki mëshirë për gjërat që kam bërë më përpara, ki mëshirë për fëmijët e mi. Do të vesh ti kërkosh si në bazë të legalitetit që ti ke mbajtur urdhrimet e Tija, në të mirën tënde të mundshme ke shkuar në këtë rast ke bërë urdhrimet e Tija. Dhe masandaj dhe kur lutesh do vizitohesh, siç u vizitua. Shumë njerëz nuk vizitohen sepse nuk mbajnë urdhrimet e Atit. Prandaj Mesia në këtë rast tha vetë, mblidhni thesare thot që masandaj do jenë për në qell, thot mos mblidhni thesare që për këtu në tokë, ku brenja, tenja dhe ndryshku thot dhe vjedhsi shpërthejnë dhe i vjedhin thot. Përkundrazi mblidhni për vete thesare në qell, ku as tenja, as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Ku është thesari juaj, do të jetë dhe zemra juaj. Kjo është e vëlla motër, për sa i përket nga ana e përgjithshme, për sa i përkiste aspektit për të mos qenë duar bosh në festën e Bukës Pamaja, për masandaj pas nesër
është realisht ringjallja, ti e kupton si funksionon Pashka tani, e di rregullin e Pashkës dhe gjërat që do t'i prekim më vonë për lavdit të tija. Nëse ka ndonjë pyetje, më lajmëro, por atje thoshte që neve duhet ta bëjmë një mbledhje të veçuar, siç e bëmë në kujtesë për lavdit të tija. Ja një moment sa ta hethë dhe atë një shkrim që kisha në zemër që çfarë, por okay, po. Ja një moment, është në Psalmi 119, po janë dy vargje që siç i dinim nga në këtë rast për aspektin e të qenit në urdhërimet e tija. Një zemër thot që do të gjykojë drejt, do jetë sipas ligjit të tija, sepse thot unë u besoj urdhrimeve të tua, thot Davidi, sepse të urdhrimet e tija meritojnë besim, vëlla motën. Unë nuk mund të mbaj diçka nga ana rituale si puna që bëjnë sot me miliona njerëz dhe masandaj nuk trazohet zemra në besim, është e kotë. Urdhërimet e tija meritojnë besim, besimi që ne unë nuk i shikoj gjërat e të ardhmes, por e di që besimi është në këtë rast është ajo shpresa që unë kam dhe është evidencave gjërave që unë nuk shikoj akoma, po do vinë, sepse trazoj zemrën time në besim, po i mbaj urdhrimet e atij ligjit sepse e di që ati do më shpërbleje. Çdo urdhërim që vllai flet në këtë rast, çdo aspekt që unë flas, ju inkurajoj, mbajeni në zemrat tuaja, praktikojeni, mos i lini pas dore me çdo gjë tjetër që mund të vijë masandaj, se nuk gëzon të mirën e atit në atë mënyrë. Normal që shumë vuajnë sepse nuk zbatojmë urdhrimet e atit. Urdhrimet e atit trazohen me zemër të sinqertë, me besim, masandaj ati do shpërblej në kohën e tija, por e dime që si stan pak më përpara që ai do bëj vazhdimisht testimin. Do na veje në provë. Thot, ka ushqyer me shumë gjëra që ti nuk i njeh, po lavdjatit e ka bërë në jetën tonë. Për të përullur e ka bërë. Sepse e mira atit na përull, duhet na përulli, por duhet na përulli ku në momentin që ti dhe unë e llogaritim, e gjykojmë në zemrën tonë që kjo e mirë që unë kam për rreth, në këtë rast duhet të zbatoj urdhrimet e tija, duhet ta nderoj atin tim. Vijemi në mëngjes, kemi frymën e tija, vëlla motër, nuk është një nga arsyet më të çmuara që ti ke për momentin që të shërbesh dhe ta duash dhe të zbatosh urdhrimet e tija. Beati shumë do na vë në provë, po, do na vë në provë besimin tonë, në zemrën tonë, sepse zemra tonë mund të tërhiqet me shumë gjëra. Dhe Satani do vi për na tërhequr në rrugët e tjera. Por ti mos e lejo, sepse në fundit çdo gjë që ati po bën, testimin, korrigjimin, masandaj të mirën që po t'i jep dhe ti e llogarit vetë të mirat që i ke në jetën tënde, në fundit thotë e bën për të mirën tënde, për të bërë të mirën. Do vërtetoj beslidhjen e tija, vëlla motër, për të na bërë të mirën. Levitiku 26 flet për të gjitha aspektet e mira që thotë zbato urdhrimet e mia, se ndryshe thotë nuk do kesh të mira, thotë ti po vuan për shkak të zgjidhjeve tënde, thotë ati. Unë i ka vendosur të mira, dua të bëj të mirën, por thotë më dëgjoj se pam pak më përpara, thotë. Ruhu thotë që të mos më harrosh mua, thotë ati. Duke masandaj mos zbatuar urdhrimet e mia, festat e mia, thotë. Pastaj njerëzit kanë filluar normal, janë ngopur, kanë ndërtuar shtëpi të bukura, kanë patur çdo bekim, përse sepse pastaj zemra e tyre lartësohet, harrojnë Zotin Jahwe. Normal që unë flas shumë njerëzve që njoh këtë, sepse kanë zemra të lartësuara. Ati thotë, mos diskurajo, thot, kur unë të korrigjoj, sepse të korrigjoj, thot, për të mirën tënde, që ti në të rast të zbatosh urdhrimet e mia, të ecësh në rrugën e time, thot, dhe masandaj do të jap, thot, të gjitha të mirat, dhe kurrë nuk do të mungoj asnjë gjë në jetën tënde. Po dhe kjo, vëlla motër, a e merr ti me besim? A e
jep me besim, i kemi ligjin e tia që urdhërimet e tia që çfarë? Urdhërimet e tia meritojnë besimin tonë. Sepse vetë Davidi tha, unë besoj urdhërimeve tua. Dhe thot për dhe për neve, të gjitha urdhërimet, ligji tia, thot, meriton besim. Dhe me anë të ligjit, thot, masandoj, do jem në gjendje të kem njohje, të kem kuptueshmëri. Dhe ti do më mësosh të gjykoj drejt. Me anë të ligjit. Salmi 119 të vargu 1 e pamë që të bekuar janë ata që ka një rrugë panjolla sepse ecin me ligjin e Jahve. Dhe ti gjykon drejt në situatën tënde. Do të normal që duhet të lexosh, duhet të hapim çika të librin vëlla motër, çik më tepër, të qëndrojmë të shpenzojmë çik kohë më tepër, se në momentin që ti dhe unë shpenzojmë kohë me gjëra të tjera, masandaj na merr kohën e jetës së përjetshme për të investuar që ti dhe unë të gjykojmë drejt. Dhe kur do të vijë një person tjetër masandaj në jetën tënde, ti do jesh në gjendje që të japësh gjykimin e drejtë atij personi, sepse ke shpenzuar jetën tënde duke u themeluar në urdhërimet për të njohur, kështu nuk mëkaton për veten tënde, kështu nuk i shkel dhe ja mëson dhe të tjerëve dhe kështu rritesh, piqesh vëlla motër në pjekurinë, në maturinë, në frymërore, që kur të tjerë të shikojnë pasaj në jetën tënde, thotë çfarë ka ndodhur në jetën e tij. Sepse nuk e shikoj më që është ai person, sepse do flasësh, do flasësh, le ta shikojmë atë foljen, një moment, të lutem vëlla motër, një moment, qëndro për një moment. Qëndro, sepse do flasësh, sepse fryma flet. Largohu nga i keqja, bëj të mirën, thot. Largohu nga shkelit e ligjit, bëj të mirën. Dhe do të kesh një banesë të përjetshme. Nga goja e të drejtit del urtësia dhe gjuha e tij flet për drejtësi. Ti do flasësh në këtë mënyrë sepse vargu 31 lexojmë pak më poshtë nëse lexon dot në telefonin tënd. Ligji i Atit Elohim i të tij është në zemrën e tij dhe hapat e tia nuk lëkunde në jetën tënde vëlla motër, nuk bie kurrë, nuk do të lëkundesh. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk të rrezon. Nuk të rrezon kur ke ligjin e tij në zemrën tënde. Thuaj një personi përpon ligj, vrapon ai person. Normal që vrapon dhe askush nuk e ndjek këto shkrimi, sepse vrapojnë dhe kanë frikë. Është ajo frika vazhdueshme që ti po ecën, por nuk ka njeri që po të ndjek, por shkrimi thotë që ai person po ecën dhe nuk e di ku po shkon. Ndërkohë, hapat e atij personi që ka ligjin e përsosur, që do gëzoj, që është e lidhur banesa e përjetshme me anë të ligjit që ne duhet praktikojmë, kështu nuk mëkatojmë, ai person që nuk mëkaton hyn brenda në banesën e përjetshme. Dhe ndërkohë, masandaj thotë që ati nuk ka për ta praktisur kurrë atë person, do të ruhet për jetë. Biles thot dhe pasarësit e tia, pasarësit e të tjerëve, ne lelem këtë, po dhe pasarësit tonë normal që do gëzojnë vëlla motër, sepse do të dali goja tënde, do flasi urtësi, do flasësh për ligjin e përsosur, për drejtësinë e tia. Të drejtë do të trashëgojnë tokën për jetë dhe do banojnë gjithnjë mbi të. Merre në zemrën tënde vëlla motër. I dhe tutje çdo gjë që nuk është në këtë rast mirë e pëlqyeshme që është kundra ligjit, hiqe. Vllai ku flet urdhërimet e tija që ja sot dëgjove për punën e dhenjes në këtë rast që duhet qenë besnik, praktikoje, nuk e bën për mua vëlla motër. Unë jam vetëm një zë që vërtet në shkretë të tjerë. E bëj që ti të gëzosh të mirën e Atit, por do të bashkohesh ti vëlla motër me një zemër me besim dhe me një zemër që zbaton, që e ve në praktikë. Tash imagjino, frika çfarë heq vëlla motër? Frika heq besimin. Frika heq praktikën. Po përse do kemi ti dhe unë frikë? Nga çfarë? Në fundi çfarë do bëj njeriu vëlla motër? Çfarë mund të bëj një njeri? Dhe në atë pikë, që apostujt nuk kishin frikë, as Mesia nuk kishte frikë nga ato gjëra. Ndërkohë që Ati është ai që lejon
në qoftë se do të ndodhi dhe gjë vëlla motor, shikon këtu që nuk ka për të braktisur kurrë shenjtorët e tij. E jep ai komandën. Ai e ka në dorë frymën që ka brenda në mushkrit një person në fundit. E vendos ati. Por sa më shumë që ti ecë në rrugët në urdhrimet e tija, do jesh akoma më i fuqizuar për të bërë lajmin e mirë të mbretërisë, për të bërë vullnetin e tija, dhe do gëzosh çdo gjë të mirë këtu dhe në jetën e përjetshme. Herat po keqësohen akoma. Vëlla motër, merri urtësinë që po të vjen në këtë moment. Hidhi tutje çdo gjë tjetër që nuk është e pëlqyer përpara atit. Ndoshta goja, ndoshta gjërat që ke përreth, ka shumë gjëra. Hiqi ato gjëra. Prandaj thotë, largohu nga kjo, thotë. Largohu nga shkelet e ligjit. Bëj të mirën. Nuk është të bëj të mirën, vëlla, do bëjmë të mirën. Tu ka fjalën zbato ligjin, sepse ligji është i mirë, i drejtë dhe i shenjtë. Dhe kështu do gëzosh sot jetën e përjetshme. Por ndërkohë le të marrim fjalën e tij. Libri Barukut, çfarë thotë? Ajo, urtësia, personifikimi i urtësisë, si mund të ishte një person, thoshte. Po flet për urtësinë e Atit në pas fjalë. Është libri i urdhrimeve të Atit Elohim. Dhe ligji që qëndron për gjithmonë. Të gjitha ata që do ta mbajnë fortë, do të jetojnë, do të ringjallen. Por ata që do ta braktisin ligjin, do të vdesin në liçen e zjarrit. Mirë ata që shtrembrojnë fjalët e drejtësisë, shkelin ligjin e përjetshëm, prap i përjetshëm. Dhe shndërrohen në atë mënyrë thot në mëkatar, sepse kanë shkelur. Ata do të shkelen mbi tokë. Për çfarë po fliste? Për punën e tokës. Nuk do të shkulen kurrë nga toka. Do ta trashëgojnë në përjetë. Nëse ke ligjin e Atit në zemrën tënde dhe kështu nuk rrëzohesh. Ndërkohë, librat që shikon poshtë, profeti Enoku apo Baruku, e kishin janë në Biblën në versionin King James, gjen në 1800-ën. Por gjithmonë njeriu fut duart masandaj. Njeriu i ligu fut duart në shkrimin e Atit dhe ngelen njerëzit masandaj në mësime të rreme. E prekën pak më përpara për punën e fjalëve të urta. Që vetëm këto vargje, vëlla motër, po ti shikosh vargjet që kemi në ekran, Psalmi 37, Baruku, profeti Enoku, me fjalë të urta, të njëjtën gjë. Mesia tha në Mateu 5:5, citovi Psalmin 37, prapë vargu 11 citovi. Të drejtë do banojnë, thotë zemrat e përulur do banojnë tokën. Përse zemra e përulur? Zemra e përulur praktikon ligjin e Atit. Zemra e përulur. Sepse në zemër ai ka ligjin, do ta praktikojë vëlla motër. E ka në zemër, do ta praktikojë. Dhe kështu nuk lëkundet, nuk rrëzohet në mëkat. Nuk e shkel, e ke në zemër, e praktikon. Ai që e përçmon ligjin, do të shkatërohet. Ai që respekton atë ligjin, urdhrimin, do të shpërblehet. Dhe njerëzit e drejtë që e zbatojnë ligjin, do ta banojnë tokën. Kur? Do ta banojnë tokën, do të trashëgojnë tokën për jetë, do të kenë një banesë të përjetshme. Dhe do të qëndrojnë aty për jetë, por të pabesët do të shfarosen nga toka, shkelësit do të hiqen prej saj. Merre në zemër vëlla motër, jetën tënde që është kaq e çmuar, çdo ditë kur unë mendoj për veten time, mënyrën se si ec, mënyrën se si flas, mënyrën se si përgjigjem njerëzve në kuptimin ku më vinë me gënjeshtrat kundra ligjit. Do marrin përgjigjen. Kushdo që të jetë ai person, sepse unë e di që po qëndroj për ligjin e tij, vëlla motër, është timi? Shikoj pak. Se tani po vjen në zemrën time. I kujt është? Është i tija. Është personi që unë po mbroj karakterin e tija në mënyrën time të mundshme këtu në tokë. Por aman, kështu nderohesh në atë ditë, sepse nuk qëndron për njeriu, vëlla motër. Për njeriu mund të qëndrojmë, do na duhet me vëllezërit e motra. Por në fund të fundit kur qëndron me krijuesin e qiellit tokës, e ke në zemër vëlla motër me ke të besh? Që kur ai flet të gjërat mazandaj eliminohen në fjalën e tij. Prandaj kur ishte profeti
njeri profeti Elia, jo profeti Elia, ishte Elisha, që ishte studenti tia. Kur erdhi ushtria e sirinjve që donin ta vrisnin profetin, dhe si tha profeti, o ati im, tha, tregoj, tha, shërbëtori tim këtu, tha, që që i friksuar, tha, tregoj kush është me ne në atë qerret e zjarta të engjëve, që janë aty në malet, tha, hapi sytët që shikoj. Kur ati hapi sytë, masandaj, ai shërbëtori tje tha, wow, që kanë qerret e zjarrit, tha, të engjëve, tha. Prandaj tha, ata që janë me ne, tha, janë më shumë se ata që janë kundra ne, tha, di, tha, vaj. Po kjo do t'jetë zemra jote, vlla motër, kur vllai flet këto gjëra, unë flas, okay, sepse do t'i them të inkurajoj normal, por unë i flas sepse është pjesë e jetës time. Unë e di që ati është me mua. Kur një Shqipëri e tërë të ngrihet kundra meje. Përmend emrin e tia. Në qoftë se unë jam në rregull me atin tim, kur unë të dërgoj lutje lart, gjëra do ndodhin masandaj se do përgjigjet, sepse ati përgjigjet për shërbëtorët e tia. Dhe si tha, që nuk ka për t'i braktisur kur shenjtorët e ti, nuk janë shenjtorët e ti që ecin në palishmëri, bajnë festat pagane, vlla motër. Nuk janë besimtarët, sepse unë e dua Zusin, unë e dua në Krishtin, ja unë e dua. E do? Nuk e mbajtur festat pagane, Papa Gregorin? Nuk është ati me ata njerëz. Më vjen keq, duan ta kuptojnë, por lutem, ajo zemra ime, por kush do ta kuptojë, do shpëtohet. Duam që shumë ta kuptojnë. Por unë kur shikoj gjëra që ati ka bërë të mrekullueshme hapurazi, në kohët e lashta, që thot shkrimi që dhe ata kishin të njëjtin besim, tha, ishin njerëz me të njëjtat pasione si neve. Çfarë kemi neve ndryshe sot? Vlla motër, shikoj pak përreth. Salutem të disa të rinj ta kuptojnë gjërat që po flas. Normal që gjërat do jenë mezi presa të takimit, sepse është ndryshe kur je përballë një audiencë, mos andaj me mikrofon në dorë dhe këto gjëra që vllai flet mos andaj që ti përjetojnë, sepse shumë njerëz janë të strukur nga mësimet e rreme, nga situatat e jetës së tyre që vinë për rreth e lart e poshtë, nuk din ku ecin. Njësësi, vlla motër, unë mundova në zemrën time. Lavdi emrit të tij. Ky libër i ligjit mos u ndaftë kur nga goja jote, por mendohu për te ditë e natë. Ki kujdes të veprosh, çfarë Jahue ka thënë, atëre do kesh sukses të mirë. Mos u shmang majtas djathtas, po qëndro në rrugën e ngushtë. Ki kujdes të veprosh, çfarë Jahue ka thënë, atëre do kesh sukses në jetën tënde, do përparosh në jetën tënde dhe do kesh mbarësi. Haleluja, vlla motër. Shalom, shalom, do të dëgjojmë sërish. Ati qoftë me ne në mëshirën e tij. Do flasim sërish. Lavdi emrit të tij.